Fenomeni shkodran Luis Eli këto ditë po i shijon me vjerin e tij të dashur Albertito. Ai gjendet në shtetin fqinj në Itali pasi do të realizojë disa koncerte në qytete të ndryshme të shtetit italian. Por me sa duket ai gjatë këtyre ditëve nuk ka qenë vetëm dhe nuk do të jetë edhe në vazhdim vetëm pasi ka shfrytëzuar faktin se ka disa njerëz shumë të rëndësishëm që jetojnë në Itali. Shkodrani i zemrës ka vendosur jo vetëm të takojë vjerin e tij të dashur, por edhe ta marrë me vete në qytetet e ndryshme ndërkohë që është me koncert. Ishte vetë fenomeni shkodran Luis Eli i cili zbuloi se kishte takuar vjerin e tij që ndodhet në Itali. Ai ka publikuar një video ku shfaqet me babin e moderatores bukuroshe. Ata shfaqen të dy të qeshur duke shijuar mëngjesin dhe kafen. Këto pamje janë duke ngjallur një kuriozitet të jashtëzakonshëm. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë duke vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe por sa e kanë parë atë video. Nuk dihet nëse ky takim ka qenë i planifikuar apo thjesht një shfrytëzim i rastit nga ana e Luisit, i cili ndodhej në Itali për koncertet e tij, por fakti që ata kanë kaluar kohë së bashku ka bërë që ndjekësit të pyesin nëse do vazhdojë të jetë me të këto ditë. Disa shprehen se kjo është një tjetër tregues se marrëdhënia mes çiftit Eli dhe familjarëve të tyre është e fortë dhe e bukur, ndërsa të tjerë pyesin nëse ky takim ka lidhje me ndonjë plan apo surprizë të ardhshme nga ana e Luisit, sepse muaji i bekuar po afron për ta i cili do i bëj bashkë në Shqipëri. Të gjithë e dinë marrëdhënien që fenomeni shkodran ka me familjen e bashkëshortes së tij, e cila me siguri po e adhuron çdo moment që shkodrani i zemrës po kalon me babin e saj të shtrenjtë. Rrisja e këtij takimi në Itali është fakti se burimet të sigurta bëjnë me dije se Luisi e ka marrë me vete vjerin e tij derisa të përfundojë koncertet që ka në Itali, gjë që me siguri do të ngjallë pafund kuriozitet në rrjet sepse njerëzit që ndjekin duan që t'i shohin sërish bashkë njësoj sikurse videoja që Luisi ka publikuar së fundmi. Ato pamje kanë pushtuar rrjetet sociale dhe po qarkullojnë kudo me një shpejtësi marramendëse. Nuk ka mbetur askush që nuk e ka parë dhe nuk e ka pëlqyer dhe nuk e ka komentuar.